ne rritemi në këtë komunitet, gjatë gjithë shkollimit tonë kemi përfituar dhe nëse ne nuk e kthejmë mbrapa, asnjëherë nuk do të jetë dikush tjetër që vjen nga një vend tjetër ta kthe mbrapa për komunitetin tonë. Për disa vullnetarizmi është akt i mirë. Për Florentina Dushin është kthim borxhin ndaj komunitetit, një mënyrë për ta kthyer përsëri gjithçka që ka marrë ndër vite përmes angazhimit të drejtë për drejtë të punës me njerëzit. Në fakt unë sa herë që gjatë gjithë profesionit tim sa e kam zhvilluar dhe gjatë studimeve dhe gjatë punës gjithmonë kam ndihmuar mbrapa në komunitet. Edhe cilja ka qenë ndihma në komunitet është se kam gjetë një grup të caktuar, në qoftë të rinjve që kanë pas nevojë për këshilla pa pagesë. Dhe pastaj erdhi një moment që sa më shumë që unë zhvillohesha në aspektin profesional, kisha arritje personale, kishte një moment që unë fillova ta ndjeja më tepër si obligim, por në anën tjetër të bëj edhe me pasion të ndihmoj në mënyrë më të gjerësishme në komunitet. Prandaj edhe në këtë gjë arsyeja pse bëj në kuadër të Rotary, është sepse mund të ndihmojmë në shumë fusha, në fushën e shëndetësisë, në ngritjen e kapaciteteve tek të rinjët, në mbrojtjen e ambientit, në fuqizimin e grave, do thënë në ndërtimin e infrastrukturës që komuniteti ka nevojë. Florentina Dushi vjen nga një rrugtim profesional që ndërthur ekonominë, psikologjinë e sipërmarrjen. Por ajo që e dallon është angazhimi i vazhdueshëm në punë vullnetare dhe përkushtimi ndaj komunitetit. Me kalimin e kohës, ky angazhim nuk mbeti vetëm një zgjedhje personale, por u kthye në një ndjenjë përgjegjësie dhe misioni më të gjerë. Por në anën tjetër edhe pse bëj një gjë të tillë? Normalisht që është obligim, por në anën tjetër është edhe përgjegjësi. Sepse ne rritemi në këtë komunitet, gjatë gjithë shkollimit tonë kemi përfituar dhe nëse ne nuk e kthejmë mbrapa, asnjëherë nuk do të jetë dikush tjetër që vjen nga një vend tjetër ta kthe mbrapa për komunitetin tonë. Ky është edhe momenti kur angazhimi i saj merr një formë më të strukturuar përmes antarësimit në Rotary Club, një platformë që i mundson të ndikojë në shumë fusha njëkohësisht. Të jesh rotarian nuk kupton të jesh një person që je i vetëdijshëm ose vetëdijshme për paragjykimet, se s'ka njeri pa paragjykime. Edhe të kuptojmë që thjesht është një veprim i ndërsjellë, mes asaj se çka ne marrim nga komuniteti dhe duhet ta kthejmë prapa në komunitet. Dhe do thënë për mua këto janë dy gjëra kryesore të cilat e bëjnë një rotarian. Dhe këto dy janë karakterizohen me empati. Do thënë të jesh rotarian nuk kupton të jesh empatik ndaj nevojave që i ka komuniteti, edhe në bazë të empatisë që përjetojmë, normalisht ndërmarrim aktivitete për të bërë komunitetin tonë më të mirë. Si udhëheqëse e Rotary Club Prishtina, një nga përvojat që e ka prekur më shumë është puna me të rinj në projekte të ndërtimit të paqes, të cilët në fund të trajnimit u pajisën me certifikata të paqëruajtësit. Kur prindërit e të rinjve ishin aty pjesëmarrës, disa prindë më kanë dalë dhe më kanë thënë që kjo është për neve një arritje shumë e madhe që një antar i familjes son ka pas një mundësi që nuk e ka pas më herët të shkon një trajnim, të bëjë një aktivitet për komunitetin edhe ta merr një çmim të tillë. Dhe në disa raste kur i kum pa lotët e prindërve në sy, kum pa cili është efekti të cilin ne mund ta japim. Një tjetër shembull domethënës është mbështetja për pacientët në onkologji përmes një iniciative që fillimisht mund të dukej e vogël, por që rezultoi me ndikim të thellë njerëzor. Dhurimi i kapelave, të cilat vendosen në kokë dhe ndihmojnë personat që gjatë procesit të kemioterapisë të mos kenë rënje të flokëve. Pastaj unë kom fillu të pranoj për shkak se kom postuar shumë në rrjetet sociale, kom fillu të pranoj shumë informacione dhe kërkesa të njerëzve të themi si mund ta marr kapelen, sepse kam dikon në familje ose shoqëri që po kalon në këtë fazë, edhe di që është shumë fazë e rëndë dhe nuk duhem të shohim që s'paku të mos kenë rënje të flokëve. Do të thonë se këto janë ato elemente të cilat i konsiderojmë e vrejnë që kjo ka një impakt, ndoshta për neve ka qenë një aktivitet, por në anën tjetër për dikën është ndryshim i jetës. Në fokus të veçantë në punën e saj mbetën të rinj dhe fuqizimi i tyre përmes vullnetarizmit. Ajo beson se përfshirja e tyre nuk duhet të jetë formale, por e bazuar në merit dhe zhvillim real të shkatësive. Në këtë drejtim ajo thekson rëndësinë e barazisë reale dhe jo simbolike. Të them të drejtën, për mua gjithmonë ne i fuqizojmë edhe vajzat, po zakonisht kur ne krijojmë grupe, gjithmonë nuk kërkoj të ketë një barazi gjinore për një arsye. Është shumë e rëndë sepse ne dim se diskriminimi negativ, kur nuk ke qasë një aktivitet, dhe ekziston diskriminimi pozitiv kur ti ftohesh të jesh një aktivitet vetëm për shkak të gjinisë. Dhe në vetbesimin tonë dhe në personalitetin tonë, diskriminimi pozitiv mund të jetë po aq i dëmshëm sa i negativ. Dhe për mua është shumë rëndësishme, unë vetë vajzë, kam qenë vajzë jam grup tash nën, po në anën tjetër edhe për mua personalisht ka qenë gjithmonë e rëndësishme që gjitha arritjet që i bëj, jo vetëm që jam grua që i bëj, por këto i bëj për shkak të shkatësive.
Për vitin 2026-2027, Florentina Dushi do të marrë një rol të rëndësishëm si guvernatore e distriktit Shqipëri-Kosovë të Rotary, një përgjegjësi që ajo e sheh si mundësi për të zgjeruar ndikimin dhe për të ndërtuar projekte të qëndrueshme.